mas asaj që mu më ka ndodhë 2023, kur unë kom pas probleme shëndetësore. Do është ta me të dalë nga dalë, sepse janë gjonat kalume edhe... Po këto janë sene publike, edhe unë e kom qenë atë anë, edhe jom këthy knejnë këtë botë. Si është të rikëthejnë? A i madhi zëtë ma ka dhonë, do me thonë edhe një bonus, ka thonë halas është koha me shkunal, se kretë kemi me shkunal, edhe jetën e këshyri pak ma ndryshë. Je falenderus, je mirënjos, dhe i gëzosh edhe seneve të vogla. Në thonë, mi kafe të cilën pinë kësaj bisede këti muhabetit që po e bojnë mune edhe ti, edhe gjithse si kohës të cilën e planifikoj edhe boj me kalu zbashku me andrën në pushime, edhe verës, edhe dimit. Se aty do të andra më ka përgja mu, edhe në të në mirë, edhe s'kja në mirë. Kështu që është knatësi me shku edhe në deti edhe në skim me ta. Thonë vitin e ri zakonisht e presim zbashku në skim kuda. Në regjion, jashtë në Evropë e tjere. Agon, a i kthehemi jetës edhe vetës vetëm nëse në ndodhë diçka, apo mund të mendojmë edhe më herët? Tradion ata, po flasë prej përvojës time, tradion ata të cilët e mendojmë me kohë, shumë tradin. Po duhet me ndodhë, diçka njetë, duhet një sprov, një sfid, një stuhi jetësore, e cila po të shtin me mendu, me i rishiku, po më pëmdo këtë që jo ma i fort edhe ma i lumëtun se i ko marë mësimet pre asaj që më ka ndodhë. Ka njerës të cilët fatkecisht aty me stuhive jetësore nuk ju bojnë balë. E mirës është që pre këtyme sfidave, të cilat zakonisht e në gjanat këshia njetë, njeri mos me u boj keq, që gjanat e këshia mos me shëndru në njerit keq, kjo është e para dhe rëndësishme, me marë mësimet, me qenë mirë njës, dhe me u gëzu edhe gjanave të vogla, me qenë i lumëtun me gjanat vogla, dhe me u gëzu edhe me qenë i lumëtun me shoqërinë të cilën e ki përreth, po flasë për miqt e vërtet. Sigurisht që tash është shumë e rëndësishme të kujdesemi për shëndetin mendor, gjë që këto lidhen krejt çka po i thu. Çka do të thoje disa fjali ndoshta për këtë virus të quajtur shëndet mendor, probleme të shëndetit mendor që sot na kanë kaplu, ku përfshihen krejt? Nuk isha hy në lëmin e shëndetit mendor.